gjithë shqiptarëve Edi Ramën. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ju jam shumë mirënjohës për praninë tuaj masive këtu, edhe pse në një ditë pushimi, dhe dua që të gjithë atyre mes jush apo të gjithë ata që janë pjesë e komunitetit të shqiptarëve të Greqisë dhe që përkasin besimit musliman t'ju uroj gëzuar këtë ditë të bukur të Bajramit. Arsyeja pse zgjodhëm këtë sallë duke pasur parasysh edhe rrezikun që një pjesë mos mund të hyjë brenda, është se unë, me që ky është takimi i fundit përpara zgjedhjeve, do dëshiroja që jo vetëm të mbaj një fjalim dhe t'ikja, por dhe të merja disa pyetje nga ju. Dhe t'i përgjigjesha disa pyetjeve nga ju, ndërkohë që jo do vi pas zgjedhjeve, po pas zgjedhjeve ju jap fjalën që do vim të bëjmë një festë të madhe falenderimesh për të gjithë ju. Dhe do vim pas zgjedhjeve për t'ju thënë që ne nuk I deshëm votat tuaja për të marrë 4 vite më shumë ulur në karrige, por me votat tuaja ne duam të vrapojmë së bashku për të realizuar më në fund ëndrrën shekullore të shqiptarëve që të jenë pjesë e Europës, europian të barabartë me europianët. Më vjen shumë mirë që disa nga miq, shokët, shoqet që më shoqërojnë më treguan se gjatë ditës sotme, duke lëvizur në për Athinë, duke bërë takime, duke marrë taksi e kështu me radhë, ka ndeshur diçka që pak a shumë është e përbashkët tek shqiptarët e Athinës, që të gjithë kanë filluar ta pyesin veten nëse duhet të kthehen apo jo. Qoftë edhe pyetja e vetes nëse duhet ktheheni apo jo, është një tregues që është shumë inkurajues. Ashtu si kundër më pëlqeu shpreha e një taksisti shqiptar këtu që tha, kur erdhëm ishim 100 shkallë më poshtë se këta këtu, sot jemi vetëm një shkallë afër tyre. Dhe jemi këtu së bashku pikërisht për ta ngjitur dhe shkallën e fundit dhe për të bërë njësh këtu me këta dhe me të gjithë europianët e tjerë që jetojnë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, duke u bërë edhe ne pjesë e të njëjtës familje
dhe duke ulur në sofrën e përbashkët të familjes së Bashkuar Europiane si të barabartë mes barabartësh. Mua më vjen shumë mirë që në ndërkohë që sot ne kemi ardhur këtu, jemi në gjendje që të ndajmë bashkë me ju jo vetëm çfarë kemi bërë për ta ngritur Shqipërinë aty ku s'ka qenë asnjëherë, për ta vendosur Shqipërinë në pikën ku të huajt, cilët do qofshin afër ose larg, nuk na shohin dot më nga lart poshtë, por janë të detyruar të na respektojnë dhe të na vlerësojnë për atë që jemi. Por nga ana tjetër edhe për ta ngritur Shqipërinë në një pikë ku e ardhmja nuk duket më aq e largët sa ç'duket dikur, ku ëndrat dhe shpresat nuk duken më aq të paarritshme sa ç'dukeshin dikur, ku ndryshe nga vendi që ne gjetëm kur morëm detyrën, sot Shqipëria është një vend që e ka në dorën e vet fatin e vet, dhe nuk është në mëshirën e askujt, dhe nuk është as në mëshirën e asnjë loje tjetër të fatit. Sot fati ynë është në dorën tonë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria ishte zhytur në borxhe. Kishte një borxh rreth 80% dhe në ndërkohë të gjitha punët kishin dalur. Të gjitha shërbimet kishin dalur. Spitalet nuk kishin më as furnizim me ilaçe sepse furnitorët ishin ndalur për shkak të borxheve të panumërta që qeveria nuk u paguante më. Shkollat nuk kishin më as shkumsa sepse furnitorët ishin ndalur për shkak të borxheve të panumërta që qeveria nuk u paguante më. Të gjitha ato planet e Shqipërisë së rrugëve kishin mbetur të gjitha rrugëve, sepse ishin prerë shiritat, por nuk ishin vendosur në dispozicion parat. Dhe rrugët e mbetura rrugëve lëngonin, ndërkohë që kompanitë ishin ndalur sepse qeveria nuk u kishte paguar detyrimet dhe ata rrezikonin falimentimin. Sot Shqipëria e ka vënë plotësisht në kontroll borxhin dhe me një borxh rreth 55% renditet në normalitetin e një vendi evropian. Kur ne morëm detyrën, bankat ishin zhytur në kredi të këqija. 25% kredi të këqija është një shifër alarmante. Është një dritë e kuqe që paralajmëron një rrezik të madh. Rrezikun që ne shqiptarët dhe që shumë kush ndër shqiptarët e Greqisë e ka jetuar në lëkurën e vet, kur piramidat u kthyen në gropa dhe kur në ato gropa u varros njëherë një pjesë e madhe e pasurisë së tyre të vënë me djersë, të vënë me gjak, të vënë me shumë sakrifica. Sot kreditë e këqija janë 95%, njësoj si në të gjitha vendet e tjera, dhe Shqipëria nuk ka as edhe një rrezik, përkundrazi. Kur ne morëm detyrën, të ardhurat për frym ishin vetëm 3.200 euro. Sot janë mbi 10.000 euro dhe në Shqipërinë 2030 do t'jenë 15.000 euro. Kur ne morëm detyrën, paga mesatare ishte diku te 370 euro, ndërkohë në sektorin publik. Imagjinoni, në sektorin ku njerëzit punësohen për të shërbyer të tjerëve, 370 euro pagë, ndërkohë që sot me vitin 2024 të mbyllur me pagën mesatare në sektorin publik 1.000 euro, ne e shikojmë me shumë optimizëm mandatin e 4. Ndërkohë që dhe ky është lajmi për të gjithë ju dhe për të gjithë ata që
kanë filluar ta shohin Shqipërinë si vendin ku mund të kthehen, si vendin ku duan të kthehen, por ende ngurojnë për shkak se janë të pasigurt. Janë pasigurt nëse do të gjejnë aty të paktën atë që kanë këtu. Ndërkohë që unë ju them që kush do të ketë kurajon të kthehet sot, do të gjejë aty mundësinë që nesër të ketë më shumë se çdo ketë këtu duke qëndruar këtu. Dhe paga mesatare aso kohë ishte 320 euro. Sot paga mesatare e përgjithshme pra midis sektorit publik dhe privat është 830 euro dhe në mandatin e 4 do ta çojmë 1000 euro. Tani ju me siguri dëgjoni ata që na përqeshin. Ju me siguri dëgjoni ata që bazohen tek pasqyrat e moçaleve. E moçaleve që fatkeqësisht edhe ju jeni detyruar t'i shihni kur hyni në ato ekranet e telefonave tuaj për të marrë lajme nga Shqipëria. Kur hyni aty për të mësuar se çfarë po bëhet në Shqipëri. Dhe ndër shumë përqeshjet është dhe përqeshja se kur ne morëm detyrën premtuam 300.000 vende pune dhe sipas tyre kjo nuk ndodhi. Mirë po, mjafton që të shikosh regjistrat e shtetit aty ku në fakt të punësuarit janë të regjistruar me emër dhe mbiemër, aty ku burojnë edhe të ardhurat nga tatimet mbi pagën dhe kur ne morëm detyrën aty ishin 1.023.000 shqiptarë dhe shqiptare që figuronin të punësuar. Ndërkohë që në regjistrin e pagave dhe të kontributeve të Republikës Shqipërisë sot janë 1.327.000. Tani, ne e dim të gjithë që Këneta ka probleme të rënda me aritmetikën. Por, unë besoj se aritmetika ashtu siç e kemi mësuar në shkollë, thot se mes 1.023.000 dhe 1.327.000 janë pak më shumë se 300.000 diferencë që janë sot të punësuarit në Republikën e Shqipërisë. Pra, në atë Shqipërinë, nga ku, sipas Kënetës, nuk ikte askush, punonin 1.023.000 njerëz, në këtë Shqipërinë, ku sipas Kënetës kanë ikur gjithë, punojnë 1.327.000 njerëz. Sigurisht që Shqipëria është një vend nga ku njerëzit bëjnë zgjedhjet e tyre të lira dhe patjetër largohen në destinacione të tjera një pjesë e tyre për një jetë më të mirë. Po si mund ju them unë juve që ju gabuat kur morët përsipër të vini në Greqi për një jetë më të mirë dhe nuk qëndruat në Shqipëri që të luftonit për atë dheun. Në fakt, duke ardhur këtu në Greqi, ju bët një zgjedhje shumë të guximshme. Ju bët një zgjedhje shumë të vështirë. Ju bët zgjedhjen që të hyni detit në këmbë. Por, jo vetëm që duke bërë këtë zgjedhje ju shpëtuat veten dhe familjen tuaj, por duke bërë këtë zgjedhje ju shtuat fuqit e Shqipërisë atje që të ngrihet më shpejt dhe që të eci më shpejt. Tani, unë dua t'ju them një gjë. Nëse doni të dini se për çfarë ka nevojë Shqipëria në 11 maj, duhet thjesht dhe vetëm të qëndroni një moment edhe të bëni vetëm historikun e thjesht tuaj dhe të familjes tuaj. Të ktheheni një moment mbrapa dhe të kujtoni kur u nisët nga Shqipëria dhe të merrni pak minuta për të gjithë kapitujt e jetës këtu. Qoftë ata që sot janë këtu dhe ishin ata që morën iniciativën kur u nisën, qoftë ata që ishin të vegjël kur erdhën këtu me prindërit e tyre dhe sot janë të rritur dhe kanë fëmijët e tyre, të gjithë
kanë parë momente të rrugës ku vështirësitë, ku poshtrimet kanë qenë të patregueshme dhe ku për të ardhur në ditën që fqinjve tuaj rreth e rrotull, juve t'u thoni mirëmëngjes kur ju thonë mirëmëngjes dhe mos ju thoni asgjë kur nuk ju thonë mirëmëngjes, ju është dashur të luftoni shumë dhe për një kohë gjatë ju është dashur të thoni mirëmëngjes kur ju thoshin plaç. Dhe sot ju të gjithë jeni imponuar këtij vendi, ju të gjithë jeni imponuar lagjes, ju të gjithë jeni imponuar rrugës, ju të gjithë jeni imponuar atij këndit ku hyni e dilni çdo ditë bashkë me fëmijët tuaj dhe ku përshëndesni në mëngjes fqinjët grek apo ku i thoni natën e mirë atyre, sepse sot ju keni arritur që të jepni respekt siç keni dhënë gjithmonë, por të merrni respekt siç nuk merrnit kur ishit këtu në kryet herës. Tani, në të njëjtën situatë është edhe Shqipëria sot. Fiks. I ka kaluar Shqipëria të gjitha këto. I ka parë dhe i ka vuajtur të gjitha këto. Falë edhe faktit që ka pasur në krye njerëz të cilët nuk kanë pasur kurajon të qëndrojnë drejt përballë fqinjve dhe përballë të mëdhenjve të Europës e të botës. Nuk kanë pasur kurajon të japin respekt dhe të kërkojnë respekt. Por kanë dhënë servilizëm dhe kanë pranuar edhe poshtrim. Duke bërë që të huajt të na shikojnë si përfaqësues të një shteti që nuk meriton respekt dhe që nuk meriton vlerësim. Sot kjo ka ndryshuar dhe sot ju i duheni vendit në 11 maj për të vënë vulën mbi gjithë këtë proces që ne së bashku kemi ndërmarrë me shumë vështirësi dhe për të realizuar atë që është detyrimi i fundit që çdo prind këtu, çdo prind në të gjithë botën jashtë kufijës së Shqipërisë i ka fëmijëve të vet, që t'i jap pasaportën europiane dhe t'i thot mësoj gjuhën greke, mësoj kulturën greke, mësoj gjuhën italiane, mësoj kulturën italiane, mësoj gjuhën franceze, mësoj kulturën franceze, mësoj të gjitha gjuhët e Europës, mësoj kulturën e Europës, por nuk ke nevojë të ndryshosh atë që je dhe që e ke shkruar në pasaportën tënde shqiptar. Sepse me këtë pasaport që unë jo tëm, të bëra të mundur duke u bashkuar me Edi Rama dhe me Partinë Socialiste në 11 majin e 2025-s, ti ke mundësi të qëndrosh këtu, të shkosh në çdo vend që do të Europës dhe të respektohesh si europian i barabartë mes europianësh. Sepse kur unë prindi yt, kur ne prindet tu erdhëm këtu, u detyruan të bëjmë shumë gjëra për të mbijetuar. U detyruam ta ulin kurrizin deri në tokë për të mos e humbur betejën. U detyruam të bëjmë punë që ti, biri apo bia jon, as nuk mund t'i imagjinosh sot që i ke të gjitha të mirat dhe shkon në shkollë, shkon në universitet
dhe të duket se jeta ka qenë gjithmonë kështu. Por, të gjitha këto i bëm për ty, i bëm për ju, dhe tani jemi shumë të lehtësuar sepse juve duhet ta respektoni atë kryqin e bardhë në flamurin e Greqisë, sepse është vendi që ju ka adoptuar, por ama nuk keni nevojë që shqiponjën në flamurin e kuq ta harroni apo aq më keq ta ndroni. Ju jeni shqiponja dhe ju do t'jeni gjithmonë shqiponja.